U përfol në opinion se do nxirrni Xhezair Shaqirin Hoxhën për kandidat për deputet dhe Bartës listën në njësinë numër D. Deri ku kanë arritur bisedimet me Hoxhën, pyet Samiri? Ka pas interesim reciprok edhe nga ana e zotit Xhezair Shaqiri si njëri që i ka dhënë kontribut në veçanti kryengritjes shqiptare të vitit 2001 dhe që më pas pikrisht nga ajo strukturë që doli nga UÇK-ja, ky person u godit shumë rëndë. Ne mbajmë bindjen se një kandidaturë e kësaj natyre është e domosdoshme për të rehabilituar jo vetëm një individ, po për të rehabilituar një simbol të vitit 2001 dhe mbaj bindjen se nëse shteti nuk bën probleme në kuptim të dokumentacionit, personin fjalë do duhet të jetë Bartës i listës së RDK-s në zonën numër D. Dhe një pyetje e fundit për sonde nga teleshikuesit, sa deputet pret RDK-ja të fitoj kësaj radhe? Pyet Faruku. Unë sonde do jemi rezervuar që mos dalin në ndjella këqit dhe të akuzojnë për prognoza, po jam i bindur se në këto zgjedhje RDK-ja do jetë një surprizë mjaft serioze dhe do ketë një përfaqësim shumë ma vëllimor dhe ma cilësor, sepse edhe vetë lëvizjet politike që bëhen në dy partitë tjera politike shqiptare dhe dështimi i madh i politikbërjes shqiptare në këto vite jep shpresë reale se votuesit shqiptar do të kthjellohen dhe pse jo do të votojnë në RDK në këto zgjedhje.